Amir Ramoni është një super djalë dhe është një futbollist që i dëshmuar, ka mujt me fol në ku me di çfarë konteste e keni marrë, nuk mujmë veten me ngrit me dikon tjetër. Me famën e tij, me pasurinë e tij, me shoqërimin me te. Amir Ramoni është një super djalë dhe është një futbollist që i dëshmuar, ka mujt me fol në ku me di çfarë konteste e keni marrë, sepse nuk besoj se Amir Ramoni është ndokes në ndonjë gazetar personalisht me Amir Ramoni. Se dikush ka agenda, e mundet më fut, mundohen me fut në përfelluta dhe këta, në për gjona tjera, është çështje tjetër. Ata janë të vërtet. E thash, thonin më herët, askush nuk është perfekt, por ata janë të vërtet. Nëse janë të vërtet, konsideroni që ashtu si të vërtet, dhe duheni që ashtu si të vërtet, nuk mujmë veten me ngrit me dikon tjetër. Me famën e tij, me pasurinë e tij, me shoqërimin me te, po na do të më kënaq me ta. S'kemi nevojë më marr ndoshta edhe me një gaft momentit nëse e bën dikush. Nuk më merr mendja që e kanë nxjerr kes për kontesti, kush e kanë nxjerr, nuk më merr mendja që të paktën Amir Ramoni është djalë i mëshëm, i cili nuk besoj që e ka karakterin e tillë që dikon e urren. Kështu që është bërë shumë buje madhe, ndoshta nuk është pjesë që mi komentu une,